Do të flasim tani sërish në lidhje me situatën e krijuar në vendin ton nga rreshjet e dendura të 2 ditëve të fundit, por situata vjen të jetë e njëjtë edhe për gjatë ditës sotme. Do diskutojmë specifikisht në lidhje me situatën në qarkun e Korçës, specifikisht në Pogradec, dhe në një lidhje drejt për drejt kemi zotin Ilir Xhakolli, kryetar i Bashkisë së Pogradecit. Përshëndetje, njëkohësisht pranishëm janë edhe përfaqësues Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile. Zoti Xhakolli, përshëndetje, mirë se erdhët. Si është situata? Nga sa shohim edhe Dbora është e pranishme sot. Përshëndetje, faleminderit që edhe ju interesoni. Ne në fakt tani ndodhemi në Dardhas, njësinë administrative Dardhas, në të cilën ka ndodhur një shitje dheri dhe rruga është deformuar, është e bërë pakalueshme për mjetet. Kemi që është mbrëm që punojmë dhe besoj sot ne hapim të rrugë. I gjithë bashkia është në këmbë, gjithë grupet e me emergjencave, me burime njerëzore, po edhe me mjetet, ndërkohë që i kemi bërë thirrje gjithë bizneseve që edhe mjetet e tyre të jenë në dispozicion të bashkisë, sepse ne kemi terren të hapur dhe emergjencat janë në çdo njësi administrative, sidomos në Dardhas, në Rëmenj, njësinë administrative Buçimat, në Rëmenj, Vërdovë, Starov, ndërkohë që edhe në një zonë të Gorës në Vërçun kishte probleme në qarkullimin e mjeteve, po edhe në zonën e Mokrës. Gjithsesi, ne jemi në gatishmëri 24 orë, ju përgjigjemi qytetarëve për nevojat e ata. Zoti Xhakolli, probleme janë më shumti nga përmbytje, dje dhe pardia, apo edhe për gjatë natës mund të jenë krijuar probleme, bllokime të rrugëve nga rreshtet e Dborës? Jo, problemet e mëdha kanë qenë nga rreshtet e shumta të shiut. Sot shqyrtës zotit që ra Dborë dhe temperatura nën zero na krijon mundësinë që të ketë një periudhë qetësie dhe ne të marrim masat për të pastruar gjithë domenjt dhe përrejnë që rrjedhin në qytetin e Pogradecit. Ndërkohë, bashkëpunimi me agjencitë e tjera, ndërtohet Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile, si ka qenë? Po, ka qenë shumë e mirë, ne jemi në një grup të përbashkët, me të gjithë edhe prezencë e tyre sot tregon që jemi bashkë për çdo situatë që mund të ketë. Dhe masat në vijim, sepse parashikohet që mbase intensiteti i rreshjeve nuk do të jetë siç ka qenë në 2 ditë e kaluara, por sërish rreshjet janë pranishme këtë herë me temperatura më të ulta që mund përkthehet në rreshjet Dbore nëse do të ketë. Po, ashtu siç e kemi parë edhe nga parashiktimet e shtuna drejt në rreshtin Shiu dhe ne ndërkohë të gjitha prejnë janë rreth 4 lumenj që rrjedhin në liçeni Joprit, liçeni Pogradecit. Gjithë ato kanë nevojë që të pastrohen nga zhavori dhe nga çaku që kanë sjellë në këto 2-3 ditë dhe sigurisht që atje po punohet dhe do ta bëjmë të gatshme që të përballojmë çdo situatë. Zoti Xhakolli, për të mos ju mbajtur gjatë sepse jeni në punë dhe me sa duket edhe Dbora është e pranishme. Nëse me ju është njëkohësisht i pranishëm edhe i deleguari përfaqësuesi i AKMC-s në qarkun e Korçës, kam shtypjen apo në Pogradec. Mund marrim edhe mendimin e tij në lidhje me situatën, masat që janë marrë, gatishmëria? Sigurisht. Përshëndetje, jemi këtu në Dardhas të Pogradecit. E gjithë Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile ndodhet në gjithë territorin e Shqipërisë, e ka shpëruar nga drejtues të AKMC-s. Jemi këtu, pak më përpara ishim në fshatin Rëmenj, ku dje proi i atij fshati doli nga shtati dhe përmbytën disa shtëpi, kurse sot me Emergjencat Civile dhe në drejtimin e kryetarit të bashkisë është stabilizuar komplet situata dhe qytetarët janë pa problem, është një situatë shumë normale për momentin. Jemi këtu prapë në Dardhas ku ka shqitur rruga prej dje dhe po punohet shumë mirë dhe besoj që siç e thotë kryetari shumë shpejt kjo rrugë do të bëhet aksesueshme për banorët e kësaj zone. Po dhe në komplet prefekturën e Korçës situata është shumë në kontroll, duke qenë nga prefekti që është drejtuesi i gjitha operacionet që ndodhin, po ka probleme të shumta, po jo të mëdha, si ka rrëshqitje të verave, prishje në të urave të vogla, edhe përmbytje në disa shtëpi të vogla. Disa shtëpi që nuk përbajnë ndonjë
rrezik për jetën e njeriut. Kjo është kryesore primare për Agjencinë Kombëtare Mbrojtje Civile. Primare për jetën nuk ka për momentin. Që është një lajm shumë mirë. Ndërkohë, zoti Muço, edhe një mendim në lidhje me një këndvështrim më të gjerë për sa i përket situatës në qarkun e Korçës si prefekturë. Probleme ka në qytetet në sakt apo edhe në zonat malore par një këndvështrim më të gjerë? Po, përshëndetje. Prefektura vijon nga dishmëri të plotë duke koordinuar të gjithë institucionet si qendrore dhe këto lokale. Aktualisht qytetet i kemi më të qeta, të cilësuar këto pjesën e lumejve në Povradec ku patën fryrje, po aktualisht janë të normalizuar dhe nuk përbëjnë rrezik. Vijojmë në teren në të gjitha pikat kritike ku jemi duke i monitoruar dhe duke koordinuar si subjektet private ashtu dhe institucionet për të mundësuar një menaxhim sa më efikas dhe sa më të mirë në drejtimin e situatave të krijuara. Dhe një pyetje për të informuar edhe ata që kanë ndërmend të vizitojnë Korçën për gjatë fundjavës. Aksi kombëtar ka përshtypjen është i hapur pavarësisht rreshjeve të borës? Po, është i hapur. Momentalisht nga ana e subjektit kontraktor vijon në puna me kapacitet të plot. Për momentin nuk kemi problematika. Sugjerim bëjmë për drejtuesit e mjeteve që të pajisen me goma dimërore dhe zinxhire për të mos krijuar avari në pjesën e qarkullimit. Ju falenderoj për gjitha informacionet, opinionet dhe sjella në studio. Punë të mbarë sepse kam përshtypjen që keni për të bërë. Të shpresojmë që të ketë sa më pak punë, por emergjencat të tilla janë. Faleminderit edhe një herë.